Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi 40 haditheve të Imam Newawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalami, se erdhe hoxhë nderuar. Hoxhë nderuar, sot inshallah do flasim për një hadith I cili ka të bëjë me dashurinë e Allahut ndaj robërit të tij, ndaj mikut të tij. Siç tashmë kemi bërë tradit, a mund ta thoni tekstin e hadithit dhe më pas vazhdojmë në shpjegimin e tij. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu është ai I cili transmeton këtë hadith, hadithin e dashurisë së Allahut për robët e tij. Abu Huraira tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti ka thënë, pra vetë Allahu ka folur dhe ka thënë: ai I cili I shpall luftë mikut tim, të dashurit tim, ose armiqësi mikut tim, të dashurit tim, edhe unë do t'i shpall atij luftë ose do t'i shpall armiqësi. Pastaj tha, njeriu vazhdon të afrohet tek Zoti I gjithësisë përderisa është korrekt me urdhëresat, farzet. Dhe kështu vazhdon njeriu të afrohet tek Zoti duke bërë adhurimet vullnetare dhe të pëlqyeshme derisa të arrijë në shkallën I dashur I Zotit, pra që Zoti ta dojë atë. Dhe në momentin që Allahu e don robën e tij, do të jetë shikimi I tij që shikon me të, dëgjimi I tij që dëgjon me të, dora e tij që prek me të dhe këmba e tij që lëviz me të. Nëse kërkon prej meje, unë do t'ja realizoj dëshirat, dhe nëse kërkon mbrojtjen time ndaj diçkaje, unë do ta mbroj atë. Pra ky është hadithi I vilajes, quhet, ose hadithi I dashurisë së Zotit mbi robët e tij, ose hadithi I miqësisë së Allahut me robët e tij, ku tregon fazat e dashurisë. Dashuria ndaj Zotit ka një prag dhe ka një maksimum. Në këtë hadith pikërisht sqarohet kjo gjë. Cili është pragu për të fituar këtë titull, mik I Zotit dhe I dashurit I tij, dhe cili është pastaj maksimumi. Hoxhë nderuar, nga dyshon hadithi kutsi me hadithin e thjesht, normal? Hadithet janë dy, hadithet kutsie, të gjitha hadithet në të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, Zoti ka thënë. Në momentin që pejgamberi alaihi wasallam thotë Allahu ka thënë ose Zoti ka thënë, atëherë këtu kemi të bëjmë me hadith kutsi. Dhe hadithet e thjeshta janë hadithet që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që të dyja hadithet janë nga Zoti I gjithësisë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga vetja e tij. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga vetja e tij, çdo gjë ka nga Zoti. Mirë po, dallimi mes dy haditheve është se në hadithet kutsie, domethënë vjen direkt e folur nga Zoti, ndërsa hadithet e tjera janë inspirim nga Zoti. Për këtë arsye në hadithet kutsie ka thënë Allahu, ndërsa në hadithet e tjera profeti alayhis salam flet. Pra në të dyja rastet kemi të folura, kemi inspirim nga Zoti. Por në hadithet e thjeshta ka hapësirë që profeti alayhis salam të ketë opinionet e tij, ijtihadin e tij, dhe nëse nuk e qëllon në një çështje të caktuar, menjëherë vjen shpallje dhe e korrigjon, siç ka ndodhur në hadithin e dverbrit, siç ka ndodhur në hadithin e Borxhliut për rastin e shahidit dhe kështu me radhë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një opinion tij, mirë po përdesa opinioni I tij nuk ka qenë I qelluar, atëherë menjëherë ka ardhur korrigjimi. Dhe dallimi mes hadithit kutsi dhe Kuranit është se Kurani njeriu, domethënë duke e lexuar atë, adhuron Allahun dhe falet me të namaz. Ndërsa me hadithin kutsi nuk përdoret në adhurim, pra nuk mund përdoret si adhurim me kuptimin për çdo shkronjë 10 sevabe, apo nuk mund përdoret për yshtje, për kënim, siç përdoret Kurani. Vetëm nëse është ajo ndonjë lutje, ndoshta mund përdoret për. Po, nëse është lutje është gjë tjetër, po normalisht. Atëherë hoxhë nderuar, teksti I hadithit vjen Zoti I shpall luftë. A gjen këtë lloj mënyre edhe në hadithe të tjera ose në shprehje të tjera ose ndaj personave të tjerë ose ndaj çështjeve, fenomeneve të ndryshme? Hadithi ka dy gjëra interesante. E para tregon se Zoti ndër atributet e tij është dashuria. Për këtë arsye një nga emrat e Allahut është El-Wadud. El-Wadud I dashuri. Pra Allahu don robët e tij, I don robët e tij. Normalisht që është atributi I Zotit dhe ne nuk mund as ta mendojmë, as ta paramendojmë, as ta çojmë në ndërmend se si funksionon. Mirë po ehli suneti, pra besimtarët që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam, besojnë në këtë atribut të Zotit dhe nuk e interpretojnë atë, siç thon disa për shembull, dashuria nënkupton dëshirën për të bërë mirë, ose mëshira nënkupton dëshira për të begatuar. Jo, ne themi jo, dashuria është dashuri, mëshira është mëshirë dhe iradeti, dëshira dhe vullneti është dëshirë dhe vullnet dhe nuk I përzim gjërat. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ne besojmë se Allahu I don robët e tij, ashtu siç besojmë se Allahu urren njerëz caktuar.
Siç thot për shembull në hadith, Allahu urren atë njeriu I cili ka mendim madhësi, Allahu urren e kështu me radhë. Pra ne besojmë në atributet e Zotit të gjitha. Pra është dashuria e Allahut mbi robët e tij. Për këtë arsye, nga emrat e Zotit është El-Wali. El-Wali prap nënkupton mikun dhe të dashurin e Zotit. Për këtë arsye tha në këtë hadith, men ada li waliyan, kush prek, kush ngacmon, kush I shpall luftë, kush armiqson waliyan, të dashurin tim, mikun tim. Dhe këtu vjen ajo që ne themi tek ehlu suneti, besimi se ka evlijat Zotit në tokë. Po cilët janë evlijat e Zotit? Këtu bëhet dallimi pastaj mes ehlu sunetit dhe deviacioneve. Njerëzit e devijuar çfarë thonë? Evlija janë vetëm disa njerëz. Vetëm disa. Ndërsa ne themi çdo besimtar që e ka besuar Zotin quhet evlija I Allahut. Evlija, ti gjithë besimtarët jemi evlija të Allahut. Por ndryshon pastaj shkalla. Dikush është wali I Zotit në shkallën e themi 2, dikush është wali I Zotit në shkallën 12, dikush është wali I Zotit në shkallën 60, dikush është wali I Zotit në shkallën 100. Pra varet se çfarë përkushtimi ka njeriu dhe për kufizimin se kush është wali I dashur dhe mik I Allahut e ka përmend Allahu në Kur'an. Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Evlijat e Allahut janë të gjithë ata që kanë besuar dhe janë treguar të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Zotit tyre. Pra çdo besimtar është evlija I Allahut, pastaj ndryshon kjo shkallë e dashurisë së Zotit mbi robën e tij në bazë të përkushtimit. Pra pragu është besimi dhe përkushtimi. Në momentin që ka besim dhe përkushtim, e kemi arritur pragun e vilajetit, pra të qenit evlija I Zotit. Pastaj njerëzit dallojnë, ka njerëz që dallojnë nga njëri tjetri si nata me ditën, si toka me qiellin për shkak të afrimit të tyre me Zotin apo largimit të tyre nga Zoti I gjithësisë. Pra, hadithi nënkupton se këtu bëhet fjalë për një shkallë të lartë të evlijallikut të Zotit, të dashurisë së Zotit për robët e tij. Për këtë arsye tha men ada li waliyan, kush I shpall luftë mikut tim, të dashurit tim. Pra Allahu xhalla xhelalu thotë në Kur'an, Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është miku I dashuri, I afërti, mbrojtësi I besimtarëve. Pra gjithë besimtarët e kanë Zotin krahun e tyre. Pastaj, sa më mirë të jenë ata në raportet e tyre me krijuesin, aq më shumë rritet të shkalla e dashurisë së Zotit për ta. Pra ne këtë duhet ta kemi parasysh sepse ka shumë abuzime duke supozuar që evlija janë vetëm disa njerëz të veçantë, dietar, njerëz që kanë qenë asket, njerëz që kanë etj, nuk janë evlija, vetëm ata janë evlija. Mos flasim pastaj për deviacione edhe më ekstreme, kur besohet se këta evlija kanë fuqi të mbinatyrshme, kur besohet se këta evlija kanë në dorë vetë të bëjnë keramete dhe mrekulli, kur besohet pastaj edhe më e keqja dhe më ekstremi që është edhe Zot na ruaj dalje nga Islami, se këta evlija, domethënë mund të bëjnë edhe punë të Zotit. Mas vdekjes mund të menaxhojnë jetët dhe fatet e njerëzve, gjitha kjo pastaj është ekstremizëm që normalisht është problem shumë I madh. E rëndësishme, në hadith tha men ada li waliyan faqad adhantu. Kush më prek, kush më armiqson, kush më ngacmon, kush I bjerë në qafë, gjitha është kuptimi I fjalës ada. Waliyan të dashurit tim do të shpall luftë. Janë dy gjëra që Zoti sipas Islamit I ka shpall luftë, kamatës dhe prekjes së besimtarit. Do thuash ti po kjo nuk është më e rëndë se sa shirku, paganizmi ose nuk është më e rëndë ku dëgjon se sa diçka tjetër. Jo, janë dy gjëra që Zoti I ka shpall luftë dhe Zoti e din vetë urtësinë e kësaj gjëje. E para kush prek besimtarët. Dhe në bazë të shkallës së besimit që ka ky besimtar, aq më e rrezikshme bëhet situata e njeriu me Zotin e gjithësisë. Dhe e dyta, interesat, ose kamata, ose ribaja, ose fajdet, quaje si dush me fjalë e rëndësishme në momentin që ka proces të kamatës, sido që ta ketë emrin, sido që të jetë zbukuruar, sido që të jetë ligjëruar, ajo pastaj ke punë me Zotin e gjithësisë, tha Zoti në Kur'an, fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Nëse nuk hiqni dorë nga kamata, nga interesat, thot atëherë prisni luftë nga Zoti dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Pra janë dy gjëra, me që ishte edhe pyetja se ndoshta u zgjatëm edhe pak, janë dy gjëra që nëse njeriu I bën në jetë ka të bëj me Zotin, luftë prej Zotit. E para tham me prek një besimtar dhe e dyta me prek me kuptimin me Iran qafë, me hynak, me I bërë armiqësi, me Iran qafë kur I thonë, dhe e dyta nëse njeriu bie në mëkatin e kamatës. Kuptimi I fjalës luftë në të rast, ka kuptim që Zoti ta dënojë të botën tjetër apo ka ndonjë kuptim tjetër?
Në kuptimin që mund të jetë në këtë botë, mund të jetë në botën tjetër, mund ta marrë shumica e dietarëve thonë i shpall luftë, pra me kuptimin do ta marrë shumë shpejt. Pra zakonisht nuk vonohet për në botën tjetër, sepse kur dy veta janë luftë, nuk mund të bësh ti luftë mas 10 vitesh ndërkohë që ne po luftojmë tani në moment. Pra kanë thënë dietarët e Islamit, momentin që thuhet faqad adhantu bil harb, i kam shpall luftë, të më thonë është diçka që ndodh shpejt. Nuk është si mëkatet e tjera, si gabimet e tjera, si problematikat e tjera që mund të ketë njeriu që ndoshta nuk e dënon fare zullumçari në këtë botë, po ja lën për botën tjetër. Këtu jenë luftë. Këtu jenë luftë me Zotin e gjithësisë, do të thotë që ndodh këtu në këtë botë. Atëherë o që nderuar, hadithi vazhdon dhe thotë vazhdon robi të afrohet Zotit me vepra të obligueshme. A ka ndonjë mënyrë tjetër përveç afrimi i Zotit me vepra të mira të obligueshme dhe ato nafile siç përmend hadith, a ka metoda tjera që besimtarët afrohen tek Zoti? Hadithi e ka përcaktuar qartë, thotë i dërguari i Allahut sa se Zoti ka thënë njeriu afrohet tek unë, pra nuk ka gjë që mund ta afrojë njeriu me mua, thotë Zoti, vetëm se korrektësia e tij ndaj urdhëresave të mia, obligimeve. Ne në legjislacion islamik i ndajmë gjërat në farz apo vajxhib, në sunet, mustahab, në gjëra që janë të urryera, pa pëlqyeshme, në gjëra që janë të lejuara, i bën si bën, dhe në gjëra që janë të ndaluara. Nëse njeriu don dhe synon dashurinë e Allahut, atëherë minimale duhet të jetë korrekt me urdhëresat. Pra tabani, pragu është korrektësia e njeriu me farzet. Pra si mund të pretendojë një njeri dashurinë e Allahut kur nuk i përgjigjet Zotit kur ai e thret, kur ai ka probleme me gjunat e mëdha, kur ai ka si mund të pretendojë dashurinë e Allahut. Pra është njësoj si kur thotë dikush du fort, po kur ti i thu diçka s'të përgjigjet. Kur ti kërkon diçka s'ta jep, kur ti kërkon ose meriton një respekt caktuar nuk ta bën. Tani ku është dashuria jote? Pra nuk ka logjik, nuk qëndron askund. Walillahi al-mathalul a'la, Zoti normalisht i takon shembull më i lartë, po funksionon e njëjta rrugë arsyetimi. Pra si mund të thosh ti e du Zotin fort, Zoti thotë atë në xhami, thret me u fal ti si përgjigjesh. Zoti thotë mos e bëj këtë se kjo mua më hidhron, ti e bën. Pa te ku është dashuria? Pra dashuria nuk mund të jetë aktrim. Dashuria nuk mund të jetë diçka që njeriu e thotë se e ka në zemër dhe nuk shfaqet në vepra, përndryshe ku do të ishte dallimi. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nëse ju me të vërtet mendoni apo besoni apo pretendoni se e doni Allahun, sprova juaj është Muhamedi alayhis salam. Ndiqni atë. Pra doni Allahun. Zoti do këtë gjë këtu. Cila është kjo gjëja? Të ndiqni profetin Muhammed alayhis salam. Pra kur themi të ndiqni profetin Muhammed alayhis salam, minimalja e kësaj gjëje është në gjërat që janë urdhëruar dhe minimalja e kësaj gjëje është të paktën në gjërat që janë le të themi ndalesat e mëdha. Pavarësisht se ne kemi zgjedhjen tjetër që nëse njeriu bie në gjëra të mëdha duhet pendohet dhe fshihet, po ideja kjo është. Pra le të themi pragu i i pretendimit të dashurisë Zotit, thot Zoti, pra sipas këtij hadithi, është korrektësia e njeriu me farzet. Po mirë, për shembull, njeriu e do Zotin fort, i mbështetet Zotit fort, si më thënë, ka ato adhurimet e zemrës, nuk janë të mjaftueshme. Sepse Allahu në Kur'an thot: "Alladhina amanu wa amilu salihati." Ata që besuan dhe bën vepra të mira. Për shembull, shkon njeriu në haxh. Pse duhet sillet rreth 7 herë edhe Qabës, pse duhet shkojë andej, duhet vesh ihram, kujdes atë. Pra ka nevojë për konkretizim ky besim. Po kështu pse duhet falet? Sepse ka nevojë për konkretizim. Pse duhet agjëroj? Se ka nevojë për konkretizim. Pra nuk mund të jetë dashuria e Zotit diçka e pamatshme. Jo, është diçka që matet me konkretizim në jetë. Përndryshe ku do ishte dallimi pastaj mes njeriu shumë devotshëm dhe njeriu pak devotshëm, ku do ishte dallimi? Nëse do të ishte punë zemre, atë ku do ishte dallimi? Jo, ka nevojë për të shfaqur. Për këtë arsye, njeriu që ka pas zemrën më të lidhur me Zotin, besimin më të madh me Zotin dhe që ka qenë më i dashur i Allahut në gjitha krijesat e tij, ka qenë dhe më adhuruesi i Zotit, dhe më korrekti me Zotin, dhe më i miri në edukatën dhe sjelljen e tij, dhe shembull kudo që ta kapësh në jetën e tij. Sepse kjo pra është dashuria ndaj Zotit duhet shfaqet dhe duhet të ketë konkretizim, duhet të ketë materializim në vepra, në lodhje, në mund, në djers, në etje këmbësh, në etje, në uri e kështu me radhë. Në ç'kuptim thuhet
dhe vazhdon njeriu afrohet me mua, pra afrohet me Zotin. Ç'kuptim kjo? Ka kuptim afrim fizik apo afrim shpirtëror? Normalisht nuk kupton këtë dytën, sepse afrim fizik, domethënë Zoti është mbi 7 qiejt, është mbi arshin e tij dhe nuk ka afrim fizik. Këtu nuk kupton afrimin në besim, dashuri, afrimin shpirtëror. Dhe vazhdon njeriu të afrohet tek unë, pra masi e bën këtë, le të themi këtë bazën, e ndërton mirë bazën, atëherë fillon të afrohet tek unë njësoj si ndërtesa. Pra ti nuk mund ndërtosh diçka nëse nuk bën një bazë të mirë, një themel të mirë. Dhe si e ngren ndërtesën, e ngren duke shtuar katët e kështu me radhë, e njëjta gjë. Bëj një herë bazën, që është korrektësia jote me farzët, dhe pastaj fillon ngri mbi të synetet e sabahut, synetet e drekës, synetet e akşamit, synetet e yacis, vitrin për ata që e shohin synet, namazi i natës, dhikri, përmendja e Zotit, leximi i Kuranit, dhe kështu njeriu vazhdon të ngrihet me adhurime vullnetare. Për këtë arsye quhen farze dhe synet ose nafile për adhurimet vullnetare. Vullnetare, nëse i bën, ngrihesh në gradë në shkallë tek Zoti i gjithësisë. Nëse nuk i bën, domethënë je aty ku je, domethënë. Kjo është ideja. Pra, Zoti më tregoi se si mund të afrohesh ti me Zotin? Po, afrohesh ti me Zotin duke bërë sa më shumë adhurime plus, adhurime vullnetare, sepse këto adhurime vullnetare tregojnë dashurinë, respektin, mallin për Zotin e gjithësisë. Pra, nëse ti i thu djalit tënd për shembull, ti i thu djalit për shembull që dëgjoj duhet bësh këtë punë, dhe djali përveç asaj pune bën edhe ca tjera. Kënaqesh më shumë apo jo? Normalisht. Lillahi al-mathalul a'la, Zoti takon shembullin më i lartë. Po është e njëjta gjë. Pra Zoti ka kërkuar për teje farzën. Mirë po të ka thonë, po bërë edhe këtë dhe këtë dhe këtë, për shembull 12 sunete në një ditë natë të ndërtohet një shtëpi në xhenet. Për shembull, 10 herë kul huwallahun të ndërtohet një shtëpi në xhenet. Nëse ti e bën këtë, ke këtë gjë, nëse e bën këtë, pra Allahu xhelalu ta shpërblen sa më shumë që ti jesh i përkushtuar ndaj Zotit të gjithësisë. Çdo adhurim vullnetar që ne bëjmë nuk është gjë tjetër vetëm se ngritje shkallës, sepse është lodhje më shumë, është energji më shumë, e si pasojë kjo shkon dhe regjistrohet tek Zoti i gjithësisë dhe ti kështu i afrohesh Zotit. Kështu largohesh nga toka, shpirti jot largohet nga balta dhe ngjitet drejt qijeve të Zotit. O xhenduar për shkak sepse hadithi e përcakton që në fillim që ai është besimtar, është miku i Zotit. Mirë për teleshikuesit është e paqartë, domethënë është thjesht afrim te Zoti me vepra të mira dhe të obliguara, apo ka nevojë përpara kësaj që njeriu të afrohet me monoteizmin ose si e quajmë ne tauhidin islam, më pas me afrimin e Zotit me emrat e cilësit e tij të larta, me lutje tek Zoti. Presupozohet që kjo fazë tjetë e kaluar. Pra, këtu flitet tani për njëri që e ka mbyll këtë kapitull, kapitullin e njëshmërisë së Zotit, kapitullin e largimit nga idojtaria. Pra nëse flasim nuk afrohet njeriu me gjë tjetër vetëm se përveç se me atë që unë e kam obliguar, gjëja më e madhe që Zoti ka obliguar është realizimi i tauhidit. Pra realizimi i njëshmërisë, që do të thotë të besosh se Zoti është një dhe i vetëm në veprat e tij, të besosh se Zoti është një dhe i vetëm në meritën e veprave të robëve të tij, të besosh se Zoti është një dhe i vetëm me atributet dhe me cilësitë e tij, pra nuk ka të ngjashëm, nuk ka shembull e kështu me radhë. Pra presupozohet ose vetë kuptohet për atë që kjo fazë duhet të ishte e kaluar dhe bëhet fjalë këtu tani për njeriu që ka kaluar këtë fazë dhe është tek faza e veprave. Sepse ne fatkeqësisht e vuajmë shumë këtë pjesë, domethënë njerëzit e besojnë Zotin, mirë po sikur thon kaq është e mjaftueshme dhe njeriu nuk ka pse të lodhet, mundohet të gjëra të tjera, po ndërkohë që Zoti i Madh e ka kërkuar këtë faktikisht për njeriu, këtë lodhjen dhe mundin e ka kërkuar Zoti për njeriu, sepse tregon devocion. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin tanaluhu at-taqwa minkum. Nuk shkon tek Zoti as gjaku as mishi i qurbanit, por shkon devotshmëria juaj. Pra kur ne lutemi, kur ne falemi, kur ne agjërojmë, kur ne japim lëmosh, kur ne sillemi mirë, kur ne bëjmë mirë, faktikisht kjo është shenjë e devocionit brendshëm dhe kjo shkon tek Zoti i gjithësisë. Hoxha nderuar, për të ngelur pak po kjo pjesë e hadithit, por jo më kot, sepse disa për shqiptarëve kanë idenë që për të afruar tek Zoti duhet shkosh në majt të një mali të lartë dhe të shkosh edhe të adhurosh Zotin majt të malit, ose siç e kanë disa për shembull, pa e përmend ke mali të Morit, ke sa i Salltiku ose me një mal tjetër këni nga pjesa veriore. Domethënë, a është e saktë që njeriu për të afruar tek Zoti do të hyjë majt malit, apo ai afrohet me anë të zemrës së tij, me veprat e mira, me shpirtin e tij tek Zoti, s'ka nevojë për të hyrë lart në qiell?
Shembulli ne themi është pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sallallahu nuk e ndërtoi xhaminë e tij në malin e Uhudit, pavarësisht se Medinja kishte edhe malin e Uhudit. Gjë që nuk kupton se nuk është lartësia e sendit apo lartësia e mbi nivelin e detit ajo që e bën njeriun të jetë afër Zotit, s'ka lidhje fare. Ajo që e çon njeriun tek Zoti i gjithësisë është pikërisht devotshmëria dhe përkushtimi i tij ndaj Zotit i gjithësisë. Rastet që ti përmende normalisht nuk kanë bën fare me fenë e Zotit, nuk i njeh as pak Islamin, sepse në Islam normalisht nuk lejohet që njeriu të shenjtërojë krijesat. Ne për shembull themi neve nuk na lejohet për shembull as në murin e Qabes, si më thon të fërkohemi se do të na ecim mbar Qabja. As në varrin e Profetit alayhis salam nuk na lejohet një gjë e tillë. E jo më në varret e tjera apo në vendet e tjera. Për këtë arsye për shembull në Islam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të ndërtohet xhamia mbi një varr dhe ka ndaluar që të futet varri në xhami, hadithe të sakta. Madje ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se një nga shkaqet që Zoti i Madh ka mallkuar popujt e mëhershëm është se në faltore fusnin varret e profetëve apo varret e njerëzve le të themi të mirë. Ndërkohë që në Islam absolutisht, domethënë kjo gjë është ndaluar, ndaloi i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam që njeriu të falet drejt një varri, është hadith i saktë. Jo më ta kesh në xhami apo ta kthesh varrin pastaj në faltore, të lutesh aty apo të bësh adhurimin, normalisht që nuk ka lidhje me fenë e Zotit kjo gjë, normalisht. Ky është një prej le të themi prej deviacioneve që janë futur në Islam me ngjyrim islamik apo me emra islamik apo me terma islam, po faktikisht me Islamin e vërtet, me atë Islam që ka ardhur nga Zoti i gjithësisë, me atë Islam që ka ardhur nëpërmjet profetit alayhis salam nuk ka lidhje as pak. Hoxha nderuar, për të përmbyllur pjesën e parë të emisionit, disa prej veprave që janë të urdhëresa që duhen njeriu të largohet ose të veprojë ato, nëse janë harame të largohet dhe nëse janë detyrime të veprojë, dhe disa prej veprave që janë nafile, që janë në sunete, që besimtarët të veprojnë ato me qëllim të afrohen tek Zoti. Farzet kryesore le të themi që njeriu duhet të arrijë janë le të themi abdesi, pastrimi i mirë në banjo, falja e namazit rregullisht, bërja e Ramazanit për ata që kanë mundësinë shëndetësore, dhënia e zakatit për ata që kanë mundësinë, bërja e haxhit për ata gjithmonë që e kanë mundësinë. Prej farzeve është respekti ndaj prindërve, prej farzeve është sjellja e mirë me fëmijët, ruajtja e lidhjeve të gjakut, korrektësia në punë dhe në marrëveshje, njeriu duhet të jetë shumë korrekt. Kujdesi ndaj le të themi kontratave që bëhet në rastin e martesës për shembull, që është obligim dhe detyrë për të mbajtur. Pra janë disa obligime që qartë thuhet se duhet bërë, patjetër muslimani duhet të jetë korrekt tek ajo pjesë. Në momentin që vjen një orientim që pëlqehet, është mirë, ka shpërblim, atëherë kjo futet tek le të themi adhurimet vullnetare, siç përmendëm ca shembuj, 12 synete në një ditë natë, namazi i natës, namazi i duhas, namazi i le të themi agjërimi nafile. Agjërimi nafile siç është e hona dhe etja ose 3 ditët në muaj apo një ditë po një ditë jo për ata që kanë mundësinë dhe fuqinë, dhënia e sadakas, ruajtja e lidhjeve të gjakut me ata që nuk i mbajnë lidhjet me ne, korrektësia më e madhe në punë, për shembull le të themi mbi atë që neve na është obliguar në kontratë kështu me radhë, të gjitha këto domethënë tregojnë gradën e madhe dhe afrimitetin që ka njeriu me Zotin e gjithësisë, sepse gjithë sekreti i kësaj është ndjeshmëria e Zotit, që do të thotë njeriu sa më shumë ta ndjej Zotin e tij, aq më shumë te i kalon atë që quhet urdhëresë, mundohet të bëjë edhe më shumë, mundohet ta bëjë edhe më mirë e kështu me radhë. Por domethënë një nga gjërat e bukura që e ndihmon njeriu në këtë kapitull është lutja dhe duaja. Pra, njeriu t'i lutet Zotit, sepse në fund fare është sa e pranon Allahu robën e tij, dhe kjo është në dorë të Zotit. Dhe suksesi për të arritur gjithë këto për cilat ne flasim është në dorë të Zotit. Pra nuk jemi ne ata që mund ta bëjmë këtë apo nuk e bëjmë. Ne jemi le të themi lodhësit, ne jemi ata sebebçinjt, por sebebi kryesor, shkaku kryesor i gjithë kësaj është Allahu. Për këtë arsye këshillohet besimtarët dhe besimtarët që lutet Zotit, siç tha pejgamberi sa në hadithin e Tirmidhiut, e pash Zotin tim në gjumë, i cili më mësoi një dua. Edhe dua ishte Allahumma inni es'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yusiluni ila hubbik. O Allah Zot, ma mundso dashurinë tënde, ma mundso
dashurinë e atyre që ti i do, pra ti dua dhe të më duan dhe ma mundëson çdo vepër që mua ma mundëson dashurinë tënde. Edhe kjo lutje është e rëndësishme për ta mësuar, pra ti lutemi Zotit që ai të na dojë neve, sepse nëse Zoti na don, do të na hapi shumë, le të themi, dyer të përkushtimit ndaj tij, të adhurimit të tij, të formave të adhurimit, të ndjeshmërisë në adhurime, gjë që njeriu domethënë nganjëherë që po ti ndjej e atë që ndjen nuk do ta lëshojë më kurrë, e si pasojë nuk e lëshon më adhurimin deri në vdekje. Allah ta shpërblet. Amin. Të nderuar teleshikues, shkëputemi për pak minuta dhe takohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar teleshikues, kur i takuar në pjesën e dytë të emisionit tonë, vazhdojmë shpjegimet e hadithit me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Hoxhë i nderuar, jemi pikërisht tek pjesa. Pra kur besimtari i përmbush të gjitha këto detyrime ndaj Zotit dhe vazhdon ai me veprat nafile, atëherë në syri i tij shikon vetëm atë që Zoti dëshiron. Dora e tij prek atë që Zoti dëshiron, ka mbahecën vetëm ke gjërat halal, do veshi i tij gjithashtu. Ka pak kuptim figurativ në këto shprehje, por për të mirën e teleshikuesve është një shpjegim i këtyre fjalëve. Kemi diçka në emrat dhe atributet e Zotit, nëse diçka i atribohet Zotit dhe nuk është pjesë e atributeve të madhërisë së tij, nënkupton vlerësimin, nderimin, nënkupton le të themi dashurinë e kështu me radhë. Dhe këtu kur tha Zoti i Madh, dhe nëse njeriu arrin në shkallën që unë ta dua atë, atëherë unë, Zoti, do të jem shikimi i tij që shikon me të, dëgjimi i tij që dëgjon me të, goja e tij që flet me të, dora e tij që prek me të, këmba e tij që lëviz me të. Normalisht këtu nuk nënkupton që vetë Zoti është ai, sepse kjo pastaj do të çonte në panteizëm, por nënkupton, domethënë, suksesi, fuqia e Allahut është ajo e cila ja mundson njeriu që njeriu mos shohë, vetëm sa atë që e kënaq Zotin mos të dëgjojë, vetëm sa atë që e kënaq Zotin mos të flasë, vetëm sa atë që e kënaq Zotin dora e tij mos të prek, vetëm sa atë që e kënaq Zotin dhe këmba e tij mos të lëviz dhe mos të shkojë, vetëm sa atje ku kënaqet i madhi Zot. Pra ky është kuptimi, domethënë që njeriu nëse arrin të jetë i dashur i Zotit, si mund të jetë njeriu i dashur i Zotit dhe sheh diçka që Zoti e dhëron, që dëgjon diçka që Zoti, pra Allahu i jep njeriu të forcë, fuqi, që shikimin ai ta orientojë tek ajo që e kënaq Zotin, që dëgjimin ai ta orientojë tek ajo që e kënaq Zotin, që e folura e tij të jetë orientuar dhe e mbikëqyrur që mos të flasë vetëm sa atë që e kënaq Zotin. Dora e tij mos të prek vetëm sa atë që, pra Allahu këtë dashuri të robit ndaj tij ja përkthen në dashuri të Zotit ndaj robit të tij dhe kjo dashuri reflektohet. Pra është një fuqi, energji dhe një forcë që njeriu arrin të orientojë shikimin e tij, arrin të orientojë dëgjimin e tij, arrin të orientojë të folurën e tij, arrin të orientojë lëvizjet e tij. Që do të thotë, nëse njeriu është mirë në këto gjëra, por nuk arrin të zotërojë këto shqisa, do të thotë se ka një halel, ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon, sepse është e pamundur ti jesh i dashur i Zotit dhe me sytë të tuaj të bësh haram, me gojën tënde të bësh, ka diçka që nuk shkon, si ka mundësi. Pra është diçka e zemrës brendshme. Unë du të fort të çaj, po nuk mund të ndodhi njëkohësisht. Edhe më do fort edhe të më shajsh apo të më përgrësh, nuk ka diçka që nuk shkon. Ai që të do të flet mirë për ty, ai që të do të neron, ai që të don të respekton, ai që të don të mbron, nëse dikush të shan mbas krave. Pra, nëse ti me të vërtetë je i dashur i Zotit, dashuria e Zotit është derdhë mbi ty, padyshim që kjo duhet të jetë e reflektuar. Pra ky është kuptimi. Kjo duhet të jetë padyshim e reflektuar. Nëse nuk ndodh, atëherë duhet të riparë edhe një herë. Pra duhet të parë ku është problemi, se mund të kemi diçka në sinqeritetin ton, mund të kemi diçka në syfajsi, mund të kemi diçka, le të themi, në ndonjë mëkat të madh, i cili po bëhet pengesë, pavarësisht se mund të jemi shumë mirë me farzën dhe synete, mund të jemi diku ku thret qameti, në dyert e bankave, në kamat, mund të jemi diku në imoralitet, mund të jemi diku në bixhoz, gjë që bën atë tronditjen e madhe, gjë që pra ka diçka. Pra nëse njeriu mendon se i ka bërë të gjitha shkaqet për të qenë i dashur i Zotit dhe pastaj në jetë
s'është komandues dot i shikimit, i dëgjimit, atëherë ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Kjo është ajo që ne duhet kuptojmë nga hadithi. Pra ti je i dashur i Zotit, do të thotë kesh fuqi, kesh forcë, kesh pushtet mbi orientimin e shikimit, dëgjimit, folës, dorës edhe televizies. Megjithatë, vjen ajo pjesa më e bukur e hadithit, i këtilli nëse kërkon diçka do të ja dhe nëse më kërkon mbrojtje, pra nëse më kërkon ndihmë do ta ndihmoj dhe nëse më kërkon mbrojtje do ta mbroj. Do të thonë Allahu subhanahu taala e ndihmon robën pra në këtë pjesë. Pra nëse njeriu arrin të jetë i dashur i Zotit, s'mbetet dëshirë dhe kërkesë pa ju plotësuar dhe s'mbetet mbrojtje që ai kërkon për Zotin mbrohet pa u mbrojtur sepse është i dashur i Zotit. Nëse është i dashur i Zotit, do të thonë ke Zotin krah. E po e patë Zotin krah, do thotë që s'mund përballet me ty asgjë, sa ai do të mbrojë dhe çfarë halli të kesh ti, çfarë kërkese të kesh ti, Zoti i Madh do ta realizojë. Dhe kjo është normale, pra nëse Zoti i Madh në momente të caktuara i përgjigjet idhujtarëve, paganëve. I përgjigjet Zoti, u jep çfarë kërkojnë, po për një besimtar, po për një dashur ti. Normalisht që përgjigja e Zotit, vetëm nëse nuk ja jep në momentin që ato i luten idhujve. Ja, flasim siç e ka përmend Zoti në Kur'an, kur ata janë det dhe i luten Zotit të sinqert, Zoti u plotson dëshirën. Pra që ata kanë dhe i vend provë për këtë punë. Pra e patë që Zoti u ndihmoi në atë moment vështirë, pra, po tani ku luten Zotit. Për ta shpjeguar për televizionin kur këto i luten Zotit dhe nuk i luten idhujve. Atëherë ai ja jep, se ku i luten idhujve nuk ja jep. Normalisht. Ose mund të japë kur i lutet idhujve si sprov. Si sprov, si puna magjistarit, për shembull. Po, por nuk e japin idhujt, domethënë sepse njerëzit e keq kuptojnë të pjesë. Atëherë kjo është le të themi fruti ose rezultati i gjithë kësaj. Pra nëse njëri është i dashur i Zotit, çfarë ti kërkoj Zotit, Zoti realizon. Çfarë mbrojtje ti kërkoj Zotit, Zoti ka për ta mbrojtur. Përveç rasteve ku Zoti e din se po ti përgjigjet kësaj lutje që ai bën, robi i tij do të dëmtohet, nuk e jep. Ose vetëm përveç rastit kur Zoti thotë kam diçka më të mirë për robin tim. Se nganjëherë ne lutemi për diçka shumë të vogël, ndërkohë që Zoti ka përgatitur për ne diçka shumë të madhe. Po kështu edhe mbrojtja. Zoti e mbron dashurin e tij dhe robën e tij kur ai kërkon mbrojtje, vetëm se nëse mbrojtja në këtë rast është shkak që njeriu domethënë të marrë sevapë më të mëdha duke mos e marrë përgjigjen në këtë rast. Për shembull, le të themi, ka thënë Zot më ruaj nga aksidentet. Për shembull, a diti ndodhi një aksident. Se Zoti më ka përgatitur për të një shkallë shumë të lartë që do ta merrte pikërisht nëpërmjet këtij aksidenti. Këto janë përjashtime nga rregulla. Rregulla bazë është çfarë të kërkoj Zotit, Zoti ka për t'ia dhënë, dhe çfarë të kërkoj mbrojtje Zotit, Zoti ka për ta mbrojtur. Ka edhe një transmetim tjetër shumë interesant, shumë bukur, le të themi shtojc e kësaj pjese, po, që thotë dhe nuk ka gjë më të urryer për mua se sa t'ia marr shpirtin të dashurit tim, ai s'ka qejf që shpirti t'i dalë nga trupi i tij. Aq shumë ky njeri ka arrit një shkallë të lartë tek Zoti i gjithësisë, saqë Zoti nuk don që ky njeri edhe të shqetësohet me diçka. Edhe normalisht dalja e shpirtit është e rëndë për njeriu, është e vështirë për njeriu. E duke qenë se kjo është e vështirë për njeriu dhe në përgjithësi njerëzit janë gatuar që s'kan qejf vdesin, edhe Allahu xhallahu këtë gjë urrë mirë, po do të ndodhi as që Zoti. Do të thonë ka arrit një shkallë tek Zoti i gjithësisë, saqë i madhi Zot domethënë nuk do ta shqetësoj edhe për diçka që është e shkruar për çdo njeri që do të vdesë dhe do të largohet nga jeta e kësaj bote. Allahu të shpëlbeft. Amin, edhe ty që ashtu. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmed Kalaj në shpjegimin e hadithit për të afruar tek Zoti me besim dhe vepra të mira. Afrohuni tek Zoti sepse vetëm ky është shpëtimi i vetëm i njeriu në këtë botë dhe botën tjetër. Dhe ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.